Vlemi është që qytetori i Kosovës sot nuk do të dëgjoj asnjë projekt në ardhje, nuk do të ketë llogaridhënie sepse kë nuk pati ku më jep llogari për 77 ditë, pra partitë opozitore janë në një pozitë të cilën duhet t'ja shpjegojnë qytetarëve se nuk patëm nevojë të shkojmë në zgjedhje, po kjo edhe vetë po thotë s'patëm nevojë të shkojmë në zgjedhje. Pra në zgjedhje ma palidh atëherë mos del kërkush në zgjedhje. Nëse s'kena nevojë me shku në zgjedhje, i morë 51%, i refuzove, po thotë që s'ka pas nevojë me shku në zgjedhje, s'ka nevojë as me dalë në zgjedhje. Prandaj edhe diskursi publik, pra edhe LDK-ja edhe PDK-ja, A është thirrje mos me dalë me votu? Për ta diskutuar se risia kthyer në zgjedhje është përveç Vjosa Osmanit që u rikthye në lidhjen demokratike, Ardian Gjini do të kalojnë në hijen e Ramush Haradinit sepse është në listë dhe besoj që do ta ketë një sukses më të madh. Është risia edhe është, se nuk e di profesore, a ka dikon praktik ku një parti opozitore sulmon opozitën në zgjedhje. Pra, unë jam i befasuar për të keq me PSD-n. Është e njëjta. Jam i befasuar, keni pa ndonjë praktikë në një shtet regjionit të Bashkimit Evropian që një parti opozitore e sulmon opozitën për të marrë vota? Quhet fushat Nuk e di, ja ka një praktikë apo në teorinë parlamentare nuk kum po. Ka tilla në diskursin publik. Nuk kum po. Veç sa për kujtesë, na kemi pas shembull vitin 2007 vetë vendosin që Po leze vetë vendosja është partia më e përçudme, po a ka ndaj parti normale që e sulmon opozitën opozitore. 2007 s'ka garu. Nuk ka garu, por ka pas të njëjtin narrativ anti-establishment në cilën ka thonë me sa 12 nëntor kanë qenë zgjedhjet atëherë më duket, ka pas slogane në për qytet që me 12 nëntor flaj mos voto. PSD-ja nuk po tenton të marrë elektorat nga bloku pozitor, sepse as Albin Kurti nuk është partia e vetme. E ka PSHDK-n, e ka listën Guxhat, Gërvallës dhe Pecit, e ka edhe alternativën e Mimoza Kosorit, pra mos ta quaj bloku opozitor, sepse edhe kjo është bloku opozitor. Pra da ta dinë qytetarët e Kosovës që nuk është vetëm, pra ka 3 parti politike brenda. Përfshi këto tash që ka marrë edhe Mulla Osmanin nga komuniteti musliman. Zeçaj. Ares më thon drejtën, do thotë votuesin Kosovë